Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka festuar ditën e falënderimeve në kampin ushtarak Bondsteel, ku u mirëprit nga ushtarët amerikanë dhe zyrtarët e misionit amerikan në vend, e shoqëruar nga e ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Anu Pratipati. Presidenti Osmani kaloi disa orë në mesin e trupave amerikane, duke përcjellur urime, mirënjohje dhe mesazhe të thella miqësie mes dy shteteve. Gjatë fjalës së saj, Osmani theksoi se Kosova mbetet përjetësisht mirënjohëse për angazhimin e vazhdueshëm të SBA-ve në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajon. Ajo kujtoi rolin vendimtar të ushtrisë amerikane në momentet kyçe të historisë së Kosovës, duke nënvizuar se prania e tyre në vend ka qenë garancia e qetësisë dhe stabilitetit për qytetarët. Ushtarët amerikanë kanë qenë pranë nesh në ditët më të vështira dhe në ditët më të mira për popullin tonë. Për këtë, mirënjohja jonë është e pakufizimshme, deklaroi Osmani gjatë vizitës. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara mbeten aleati më i rëndësishëm strategjik i Kosovës dhe se ndërtimi i partneritetit të fortë ndërmjet dy vendeve është një prej prioriteteve të saj kryesore. Vizita e sivjetshme me rëndësi të veçantë në kontekstin e zhvillimeve të fundit të sigurisë në rajon dhe rritjes së tensioneve në disa zona të vendit. Presidenti theksoi se bashkëpunimi i ngushtë me ushtrinë amerikane dhe me KFOR-in është element i kyç për të garantuar stabilitetin dhe për të parandaluar çfarëdo përpjekjeje destabilizuese. Gjatë qëndrimit në Bondsteel, Osmani ju bashkua traditës amerikane të servirjes së ushqimit për ushtarët në ditën e falënderimeve. Ajo u pa duke shërbyer pjata nga kuzhina e kampit, ndërsa pjesë e ceremonisë ishte edhe prerja e tortës së përgatitur posaçërisht për festën. Ky veprim simbolik u prit me duartërokitje nga ushtarët, të cilët e vlerësuan prezencën e presidentes si shenjë respekti dhe afërsie. Në anën tjetër, e ngarkuara me punë, Pratipati falenderoi presidenten Osmani për vizitën dhe theksoi se miqësia SBA Kosovë mbetet e pathyeshme. Ajo nënvizoi se forcat amerikane në Bondsteel do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara ndaj mandateve të tyre për paqen dhe sigurinë. Në përfundim të vizitës, Osmani përsëriti se SBA-t janë një partner i pazvendësueshëm i Kosovës dhe se çdo ditë e bashkëpunimit të ndërsjellët është dëshmi e vlerave të përbashkëta demokratike. Ajo theksoi se Kosova do të vazhdojë të punojë krah për krah me aleatët amerikanë për të ndërtuar një të ardhme të sigurt e të qëndrueshme për të gjithë qytetarët e saj.